Një fest e madhe sot për kishën që në shenjë Jozefin e ndërron mbrojtësin ose pajtorin e vet. Është një fest e madhe edhe për gjithë ata që e mbajnë sot këtë emër. Domethënia hebraike dhe biblike e emrit Jozef ose Zef do të thotë Zoti shton. Kjo domethënie ka gjetur vend sidomos në figurën e shenjë Jozefit, ku Zoti vërtet ka shtuar shumë, pa hequr asgjë nga humaniteti i tij. Historia e këtij shenjti është shumë e thjeshtë. Vendi më i sigurt ku mund të marrim informacione për jetën e tij është Ungjilli. Edhe pse këto informacione nuk janë edhe aq të shumta. Vrejmë me njëherë se ai është personazhi më i heshtur i Ungjillit. Nuk flet kurrë, në kuptimin që asnjë ungjilltar s'na sjell ndonjë fjalë të tij. Ai hesht, edhe pse autoriteti i tij respektohet gjithnjë. Shenjë Jozefi është në fakt pris i familjes së shenjtë, por është një pris që nuk ka nevojë për t'u imponuar dhe për të komanduar, për të qenë i respektuar dhe i dëgjuar. Autoriteti i tij nuk është një autoritet i ngjajshëm me regjimet e ndryshme të kohës. Autoriteti i tij buron nga urtia e tij, nga virtyti, nga vetdia e nevojave të kohës dhe të familjes, për të cilën mendon dhe parasheh, duke punuar në heshtje me duart e tij të punëtorit. Ai është imazhi, figura e urtisë, e mençurisë, që është apo do duhet të jetë atributi i parë dhe më i nevojshëm i të gjithë prindërve. E me qenë se urtia është apo do duhet të jetë virtyti i njerëzve të pjekur, mu për këtë arsye, edhe shenjë Jozefi gjithmonë paraqitet si njeri në moshë, si njeri i pjekur dhe shumë i vendosur. Cilat janë karakteristikat e këtij njeriu të Zotit? I drejtë, i ndershëm, besnik ndaj fjalës së Zotit, punëtor dhe i dëgjueshëm. Veçanërisht e gjithë tradita biblike dhe ajo e krishterë ja jep atributin e një njeriu të drejtë. Si i tillë pra u zgjodh të jetë pris i familjes shenjte, rojsi apo rojtari i Jezu Krishtit dhe mësues i rinisë së tij. Përveç detyrës së pashoq që kishte dikur në tokë, tani ai mban edhe detyrën e jashtëzakonshme në qiell, ku edhe ndërmjetëson për secilin prej nesh, në veçanti për ata që me devotshmëri e kërkojnë ndërmjetësimin e tij. Nga gjithë kjo kuptohet edhe emri i tij u ndërua gjithmonë gjatë shekujve. Emrin e tij e mbajtën dhe e mbajnë shumë njerëz dhe ndërta edhe shumë shenjtë. Çka na flet Ungjilli për shenjë Jozefin? Emrin e tij në radhë e parë e takojmë tek breznit. Ungjilli i shenjë Mateut, kapitulli i parë, rreshti 16 thekson kështu. Jakobit i lindi Jozefi, fati i Maris, prej se cilës lindi Jezusi që quhet Krisht. Pastaj e gjejmë aty ku paraqitet ngjarja e lindjes së Jezusit, apo më saktësisht në kapitullin e parë, rreshtat 18 deri në rreshtin 21. Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria, nëna e tij, pasi u fejua me Jozefin, para se të banonin së bashku, u gjend shtatzënd për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Tashti Jozefi, i fejuari i saj, pasi ishte njeri i drejtë e nuk donte ta çnderonte botëresht, mendoi ta linte fshehtazi. Po sa në mendjen e vet vendosi të bëjë kështu, ja, ju duk në ëndër engjëlli i Zotit dhe i tha: Jozef, biri i Davidit,
Mos ki frikë ta marrësh Marin, të fejuaren tënde, sepse foshnja që është zënë në të, uzu për virtyt të shpirtit shenjt. Ajo do të lindë djalë, e ti ngjitja emrin Jezus, sepse ai do ta shëlboj popullin e vet prej mëkateve të tij. Përsëri, Jozefin e takoi aty kur e dëgjon dhe e zbaton urdhrin e angjëllit. Jozefi si u zgjua nga gjumi, bëri si që urdhëroi angjëlli i Zotit, e mori në shtëpi të fejuaren e vet, e pa pasur marrëdhënie martësore me të, ajo lindi djalin, të cilit i angjiti emrin Jezus. Pastaj figurën e Jozefit e gjejmë edhe aty ku në Ungjil paraqitet ikja e familjes shenjte në Egjipt. Pasi u nisën dietarët, ja, se angjëlli i Zotit ju dëftua në ëndër Jozefit e i tha: "Qohu, merre fëmijën dhe të emën e tij e ik në Egjipt. Rri atje derisa të them unë, sepse Herodi do ta kërkoj fëmijën për ta vrarë." Ky u qua, natën e mori fëmijën dhe të emën e tij e shkoi në Egjipt. Banoi atje derisa vdiq Herodi, që të plotësohej fjala e Zotit e thënë me gojë të profetit: "Nga Egjipti e thirra birin tim." Gjithashtu, figura e shenj Jozefit na paraqitet edhe në pjesën e kthimit nga Egjipti. Kur vdiq Herodi, angjëlli i Zotit ju duk në ëndër Jozefit në Egjipt dhe i tha: "Qohu, merre fëmijën dhe të emën e tij e shko në dhejtë e Izraelit, sepse vdiqën ata që kërkonin t'ja merrnin jetën djalit." Atëherë ai u qua, mori fëmijën e të emën e tij dhe shkoi në dhejtë e Izraelit. Por si mori vesh se në Jude mbretëronte Arkelau në vend të Herodit të Atit, pati frikë të shkoj atje, dhe i mësuar në ëndër prej hyjit, shkoj në krahinën e Galiles. Si arriti atje, zuri vend në një qytet që quhet Nazaret, për t'u plotësuar fjala që thanë profetët: "Do të quhet Nazarenas." Pastaj figurën e shenj Jozefit e hasim së bashku me Zoën e bekume dhe me Jezu Krishtin në atë moment kur Krishti takohet në tempull me dietarët. Prindrit e tij për çdo vit shkonin në Jeruzalem për të kremtën e Pashkëve. Kur Jezusi i mbushi të 12-tat, u ngjiten sipas zakonit të festës. Si kaluan ato ditë, ata u kthyen. Kurse Jezusi, ende fëmijë, u ndal në Jeruzalem pa dijen e prindërve të tij, duke qenë të bindur se është me turmen, ecën ashtu një ditë rrugë, e atëherë zunë ta kërkojnë ndërkushërinje e të njohur. Pasi nuk e gjetën, u kthye në Jeruzalem për ta kërkuar. Pas 3 ditësh, e gjetën në tempull mes dietarësh, duke i dëgjuar ata dhe duke u bërë pyetje. Të gjithë ata që e dëgjonin, i mrekullonte dia dhe përgjigjet e tij. Kur e panë, u çuditën dhe ema i tha: "Ç'na bëre kështu, o birë? Ja, yt atë dhe unë të kërkuam plot pikëllim." Ai ju përgjigj: "Po pse më kërkuat? A nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e atit tim?" Por ata nuk morën vesh çka deshi t'u thot. Atëherë Jezusi u kthye me ta, erdhi në Nazaret dhe i dëgjonte. E ema i ruante me kujdes në zemër të gjitha këto ngjarje. Ndërkaq, Jezusi përparonte në dije, në moshë e në hir para hyjit e para njerëzve. Përveç këtyre pjesëve të Ungjillit, figurën e shenj Jozefit e hasim edhe në disa vende
kur njerëz të ndryshëm në Ungjil e quajnë Krishtin si të birin e zdruktarit apo birin e Jozefit. Dhe përveç këtyre momenteve, vërtet figura e Jozefit duket si një figurë e heshtun, por megjithatë është një figurë shumë e rëndësishme edhe për jetën edhe fëmijërinë e Jezu Krishtit, por edhe për jetën e vet kishës, sepse është një shembull i mrekullueshëm në zbatimin e vullnesës së Zotit dhe të planit të tij. Ja të dashur miq, sot kur kisha e kremton këtë shenjë të madh, atëherë ne e kemi me obligim ta kuptojmë dhe ta marrim si shembull jetën e tij, e mbi gjitha ta lutim dhe të kërkojmë ndërmjetësimin e tij tek Zoti. Shën Jozefi luto për ne.